Studentët e Universitetit të Tetovës, stafi akademik dhe ai administrativ, së shpejti do të mund të aplikojnë për bursa për të vazhduar studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo fal një bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Tetovës dhe Universitetit të Houstonit. Aktualisht punohet në konkretizimin e marrëveshjes me këtë universitet dhe pritet që të publikohet shpallja për bursa. Këtë e bëri të ditur për televizionin Koha rektori Jusuf Zejneli, i cili sapo është kthyer nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në bazë të marrëveshjes jemi dakordu, do të thotë që ky universitet të siguron bursë studentore, për cilën do të ketë konkurs të veçantë që do të publikohet nga dita e sodit në vazhdimsi, do jetë në faqen tonë dhe sigurisht edhe në mjetet e informimit, dhe i ftoj gjithë studentët të kenë mundësi të aplikojnë, të shfaqin interesimin, sidomos edhe për studimet të magjistraturës. Në me këtë rast ne falenderojmë edhe një nga studentët, një nga të diplomorit apo alumni në Universitetin Sam Houston në Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Alban Fetau nga Republika e Kosovës, i cili po ashtu ka punuar bashkë me ne që të sigurohet një bursë e tillë, dhe besoj se kjo është një mundësi mjaft e mirë për studentët tanë, krahas asaj që universiteti do të ofron një bursë simbolike. Është e mira se në rast se ai student pranohet, do të thotë, nga ana e këtij universiteti, në atë moment do të trajtohet me gjitha drejtat, obligimet, sigurisht se të jetë shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht banor i Teksasit, dhe do të kenë edhe shumë lehtësime të tjera, do të thotë, gjatë fazës së studimeve. Kështu që kjo është një mundësi që ne të marrim përvojat e këtyre universiteteve, dhe fokusi është që t'ju japim mundësi të rive tanë studentëve që qenë të inkuadruar në përvoja të tilla, me qëllim edhe të forcimit të partneritetit tonë me këta universitete. Rektori Zejneli shprehu mirënjohjen e tij për leadershipin e Sam Houston State University, për vizionin dhe për kushtimin e tyre të vërtetë dhe bashkëpunimit, si dhe për komunitetin shqiptar në Teksas, për mikpritjen dhe mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme.